votojnë, se e ka thënë në vendimin paraprak, në gjykimin që e përmendem. Gjykata kushtetuese kërkon nga deputetët që në frymën e ligjit të kushtetutës mos të gjejnë dispozita, mos përdoren dispozitat e ligjit apo të kushtetutës me synim bllokimin. Është si urdhër ajo. Thuhet të gjithë deputetët duhet janë prezent në sallë, të votojnë dhe siç e përmendi edhe presidenti në letrën e saj, është obligim kushtetues i deputetëve dhe i partive aty prezent që të gjejnë sepse nuk është garë, nuk jemi duke bërë garë kush po e fiton vendin e parë aty. Janë vendet fituara. Medaljet veç janë vjerë aty, duhet veç me unë gjitë në podium. Një shikues tjetër, që po thotë dëshiron të qëndrojë anonim, edhe është me rëndësi ta potencojmë këtë, thotë, nuk ju vjen kesh, thotë, me u varë nga minoritetet, dhe ju shqiptarët nuk merreni vesh njëri me tjetrin, thotë, kjo është pyetje për juve të dyve. Gruda? Unë mendoj që nuk kemi në kushte me diskutu me terma fisnor. Na jemi shtet, Ma e thotë etnik, kemi rregulla, jo fisnor. Edhe minoritetet mos e intimidoni kështu për i thëmë ati shikuesit, sepse janë pjesë konstituive e shoqërisë kosovare edhe rendit kushtetues ligjor tonit. Na jemi fitues në fillim të shekullit se kemi bërë shtet, drejtat e minoritetet nuk janë problemi i Kosovës dhe ky narrativ është ndëm të Kosovës. Unë e di që është ma popullore me thonë të kundërtën, po unë du ta them atë që është interesi i Kosovës. Po, Krake? Pajtoha me zotin Gruda se nuk etnicizimi i gjës publike, unë e di që ka kuota këtu, për vendet e rezervuara janë shumica famshme e dy feshte, këto që janë ditura dhe janë të inkorporuar në kushtetut, por nuk duhet shkohet drejt normalizimit të etnicizimit politikës. Normalisht, nëse një komunitet, ose një parti e komuniteteve jo shumicë punon kundër interesit Kosovës, siç është dëshmu për shembull me listën serbe, ajo vetë përjashtohet prej proceseve, por ne si shumicë demografike, etnike në Kosovë. Pra ju e përjashtoni çfarë do varianti listën serbe në bashkëpunim? Po, është... Po ju, zoti Gruda? Edhe për neve nuk është opcion ajo. Opcioni jonë për me formu qeverin është opcioni me LDK-n, AK-n, nismen, partit e opozitës. Kur të na vjerava neve, mbasi këta ta konsumojnë drejtën e tyre herën e parë, kandidati Ymir Ramza... Edhe këtyre s'ja bëni vit kuqe? Na jemi partia e vetme në skenën politike, më duket s'kemi përdorur kur vijat kuqe dhe kemi thonë parimi vijat kuqe nuk duhet të ekzistojë. Ju vijat kuqe i keni vetëm për listën serbe, apo për këta tjerë jo? Jo, është e vërtet që nuk kemi dëshmu këto as gjatë fushatës, as pas fushatës, pas zgjedhjeve, nuk kemi pozicion deklaruar edhe të pranuar që vendosja dhe ne brenda listës aty si Guxo dhe Alternativa kanë qëndrim përjashtues me vijat kuqe për partitë përveç listës serbe, e cila që tashmë është vetë përjashtuar, shkaku i sjelljes dhe anti-Kosovë dhe i veprimit të vazhdueshëm si sabotuese skenës politike këtu dhe deri te cënimi i sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës si satelit i Serbisë këtu brenda, kështu që. Leoni, zotërin të nderuar, t'ju falenderoj se kaluan gati 2 orë. A besoni që kanë kaluar 2 orë, edhe ka shkuar, besoj, një debat shumë konstruktiv, edhe i mirë se ardhur, natyrisht. Mbi të gjitha falenderoj shikuesit të cilët u inkorporuan në emision dhe ne u përgjigjëm në pyetjet tuaja. Pati disa të ri përsëritura ose komente, por gjithsesi esencën e kemi kapur, edhe më lejoni që në këtë përmbyllje ose në këtë epilog të këtij emisioni ta theksoj nevojën e domosdoshme të një debati ndërpolitik në Kosovë, të ndodhë gjë që s'ka ndodhur. Kjo është ajo çfarë
duhet të shihet më shumë nëpër studiot televizive. Ka nevojë edhe me kështu riparu komunikimi prodhon dhe me u normalizu. Kështu prodhon besoj rezultatet që janë në të mirë të opinionit publik dhe në mënyrë të shikuesve. Besoj pajtoheni në këtë konstatim. Absolutisht, komunikimi, shikoni, mjafton veç me lexu nenin 74 të kushtetutës për 120 deputetët, si lexim sonte para se me fjet, edhe se cili duhet të dakord. A mund gjejmë një epilog, një rezultat të këtij debatit sontëm në politikë, zoti Krake, për juve? Nëse ka qenë zhbllokimi i komunikimit mes Krasniqit edhe... Unë mendoj që takimi që ka ndodhur sot mëngjes është provë konkrete, e pamohueshme e një disponimi, në këtë rast PDK-s, se disponimi ka qenë i qartë për fillimit dhe ne nuk kemi dëshmuar në asnjë etapë deri tash. Unë kisha fjalën për debatin edhe daljen dhe epilogun nga sot, nga ky moment. Nuk e di sa mund të ketë dikim ky shkëmbim edhe kjo bisedë me zotin Gruda tek partitë tona respektive, tek grupet tona respektive, po mendoj që ka nevojë edhe komunikimi me partitë tjera duhet të jetë normal dhe absolutisht se synimi është... Unë s'kam synim ta pegoj zotin Gruda në ushtrimin e misionit dhe mandatit që legitimisht e ka marrë nga populli. Besoj kjo është ndërsjell. Kjo është ndërsjell. Gruda për juve, si epilog i debatit sot në politikës? Unë vjen mirë, unë thashë edhe në fillim, unë kam kërku vazhdimisht për këto pak vite që jam politik që të ketë debat, nuk është qëllimi këtu kush kujn kënd e fyn më shumë dhe kush kujt i thot më shumë fjalë ose tjera, këtu qëllimi është me i shërby publikut për atë që kemi votu. Debati është një nga vlerat themelore e demokracisë, një nga vlerat themelore po ashtu është transparenca dhe po du të them tek fillimi i debatit veç një fjali. Prandaj ne sot s'kemi lënë me kalu votimin mshehur sepse mendojmë që njerëzit duhet ta shohin si votojmë ne për institucionet qendrore, si debatojmë dhe çka mendojmë për secilën çështje, kështu që është jam për transparencë dhe për debat, sepse ne përfaqësojmë çështje publike. Kush nuk e don këtë, nuk është për jetën publike, nuk është për shërby për jetën publike. Duhet të risqarohet edhe njerëzit mendojnë që u shpik sot votimi i fshet. Si proces. Për këtë rast u shpik. Votimi fshet është aty. Kryetar kuvendi u shpik sot. Jo. Sot u shpik. Përvojën gjykimi për kryetar të kuvendit. Asnjëherë s'ka ndodhur në Kosovë, zoti Kraku. Po s'kemi pas rast. Asnjëherë s'mundet me u krahasu ky rast me rastin se s'ka ndodhur bllokimi siç ndodh tash. Ka ndodhur 2014, se keni votuar 6 muaj kryetarin e kuvendit, po s'ka pas votim. Po 2014 pikërisht gjykata kushtetuese e ka sqaruar për votimin e kryetarit. Dhe prapë votu me votim të hapur, mas 6 muaj me votim të hapur. E ka rikujtuar që mundsinë e kanë deputetët votojnë edhe fshet edhe hapur. Që është kuadër kriti qartë. Nuk duhet t'ja lënë përshtypjen njerëzve se sot ne shpikim diçka të re. Jo. Është kriti qartë. Votimi i fshet është njëra nga format e votimit në Kuvendin e Kosovës dhe mund të përdoret në çdo seancë të mbledhjes të kuvendit për çdo çështje. Atëherë më lejoni ta theksoj një detaj ose një epilog ose një përmbyllje të këtij emisioni me një element pozitiv. Besoj që debati sotëm Gruda Kraki ishte një standardi tjetër i nevojshëm absolutisht dhe besoj një kualitet i ri në komunikimin publik, gjë që do të duhet të ndodhte shumë më shpesh edhe me pjesën tjetër natyrisht të deputetëve dhe të ishte më shumë natyrisht në për studiot televizive dhe besoj që në këtë variant do të vazhdojë të më tutje ajo çfarë duhet të ketë parasysh është tani gatishmëria e dy palëve, sepse gatishmëria e politikës ekziston dhe këtë formë do të përpiqem ta çojmë deri në fund. Në mbyllje të këtij emisioni me një shtrëngim duarsh, me shumë kënaqësi, respektive gentlemane si pozitë se tek e fundit gjithë jemi të një vendit, edhe e mbyllim emisionin më sotëm. Duart ja u jap edhe unë, edhe ju falenderoj shumë edhe shpresoj që do t'i kem shumë më shpesh në studio, natyrisht do të jenë edhe kolegët tuaj. Faleminderit. Studia ime do të jetë e hapur për juve. Faleminderit ju zonja dhe zotëri që keni qëndruar për këto 2 orë me neve në këtë transmetim të politikos në këtë debat
që ka synuar të nxjerrë pozicionet e dy palëve në një ditë të rëndësishme, në një ditë që nuk ka gjetur një lloj zgjedhje, po në një ditë që e ka prodhuar një takim ndërmjet pozitës dhe opozitës, dhe kësaj për shumë kënde ka lënë një derë të hapur se diçka mund të lëviz më përpara. Do të ndodhë zhbllokimi pas 2 ditëve, këtë nuk e dim, kjo i mbetet deputetëve natyrisht për ta bërë, ajo çfarë na mbetet neve është për ta raportuar edhe për ta kontekstualizuar në mënyrë profesionale në televizionin e gazetarëve. Natën e mirë dhe faleminderit shumë për vëmendje.